Në rregull, përshëndetje Shqipe dhe mirë se po takohemi. A ke kopju ti vetë? Po, ka ndodhur në rast që kom kopju veç jo. Nështë s'muna me thonë që taman kom kopju, se soarja kom njësë me kopju më kanë zonë profesori, kështu që s'kom tentu herën e dytë. A nuk kam përjashtu të këtë shkolla? Jo, se faktikisht këtu të na nuk ka edhe regla, ndështë statusi universitetit e shet që duhet... A ti për universitet po fojë për kopime në kështë shkollë fillore, në Shqipe? Për universitet, për statusi universitetit pra e ndëshkën çdo student që kopjon, mirë po këtu tek ne kjo ende nuk është duke u zbatuar. Çka ndodh që se nxojnë të kopju? Nëse nxojnë të kopju, pra është e paraparë që studenti të dënohet dhe ti miret indeksi për 6 muaj det, ose edhe 6 afatat mos hyjë në provim. Kjo është generale, qysh thuhet, po kjo nuk aplikohet. Nuk aplikohet tek ne. Ndodh raste shumë të ralla. Okej, e kuptoj në shkollën fillore me kopju, se është një lloj edhe entuziazmi edhe duket interesant me një mënyrë. Po fakultet me kopju është diçka absurde. Është shumë absurde. Absolutisht absurde është, kjo është tort. Është shumë absurde. Sepse ti e shpalot që ata që adin e jo, që adin tjetër kush edhe ashtu kështu kur gjë nuk bën me qatë kopju. Menimet tua nuk jene dhe kur nuk mund është mi marë, nështë ta mi shkru ato. Ndoshta është pak edhe problem se në fakultet nuk kena literaturë primare. Janë veç do skripta shumë të vogla dhe pri tyne ndoshta s'mund është me mësu qatë shumë. Edhe po të kishte pas literaturë primare, ndoshta edhe s'kishe egzistu, sepse kishin lexu pak ma shumë. Qka s'kishe egzistu? Nuk kishe egzistu pra fotokopimi që e bojnë fakultet. A për sështë kjo arsye temë? Cilat janë metodat? Para pra se të egziston të teknologjia, metoda ndryshme ka pas... Tash, se ato djetrat i dim. Pra e marrin shishën, edhe këtë në shishe, shkrujnë edhe e kapin me ngjecë. Tash është kjo metode re. Mirë po metoda shumë tjera ka edhe që në telefon, iPhone, e fotografojnë provimin edhe dërgojnë dikon tjetër edhe ja kthejnë provimin e plotësuar. Ka metoda ndryshme me Bluetooth-a, me SMS-a. A lejohet telefonin? Nuk lejohet, po disa e mbajnë. Kështu që nuk lejohet provim. Hajde ta shohim historinë. Është koha e provimeve, por a jam përgatitur të gjithë? Sigurisht se jo, kopimi mbetet njëra prej mënyrave më të mira për kalimin e provimit. Normalisht apo dhe një send që mund të më ndodhë dhe normalisht unë besoj që çdo studentit mund të më ndodhë. Normalisht një prej tyre më ka ndodhur dhe mu ku një rast për pol angazhimi dhe disa punëve që i kom pas, ku mujtë mu pregadit aq mirë për provim. Faktikisht e kom paraqit provimin edhe jam shku, jam mundu me manipulua se faktikisht me kopju dhe s'kum arrit, kështu që më kanë zonë profesorit dhe më ka qitë jashtë. Profesorët nuk e donë kopimin, por secili njëherë në jetë e ka provuar. Unë mendoj që çështja e kopimit në rend parë është problem moral i studentëve, sepse në mungesë të një mekanizmi moral i cili ndon të vërtetën nga pa vërteta, atëherë thjesht relativizohet qëndrimi dhe synohet që me çdo kusht të mërrijet rezultati, qoftë edhe duke mashtruar, pra duke kopjuar. Kjo është një nga format, si më thënë, më të këqija të krizës së personalitetit njeriu në përgjithësi, po edhe të studentëve. Në anën tjetër, padyshim, një motivues tjetër është edhe qëndrimet relativisht dobta që marrin vetë universiteti ynë ndaj shkelcëve të rregullave. Statusi i universitetit parasheh forma të ndryshme për ndëshkimin e atyre që kapën, por ilaçi dhe kura përfundimtare nuk ekzistojnë. Ata duhet dërgohen në komisionin disiplinor, pastaj komisioni mund të ndaloj që të hyjnë provime për disa muaj dhe mund të përjashtohen fare nga universiteti, por po them me që është një dukuri shumë e përhapur, edhe mekanizmat disiplinor të universitetit nuk janë aktivizuar fare, kështu që kjo është, si më thënë, gjendja momentale që ne nuk kemi një ilaç. Nuk kemi një zgjidhje për këtë dukuri jashtëzakonisht pahishme që ndodh dhe që nuk u ndodh gjithë studentëve, sepse për hir të së vërtetës duhet të thonë që kemi studenta shumë të ndershëm. Gjetja e formave të kopijimit mbetet tejet kreative, letra të vogla, miniatur, telefon dhe kufje në vesh.
3 nga 300 format e kopijimit. Kanë ra poshtë edhe metodat e kopimit që më bo ma herët, që në kopiju në mënyrë manuale, të më thonë gjonat në libra, ose të shkrujt në përdur, ose të bajt kopje të vogla me veti. Se të më thonë këtë zavënsimin e ka bo, teknologjia ose ma shkurt, në rast si parë në kontekst, vjen telefoni. Një telefon i avansum, do thonë të zavënson komplet këto teknikat e vjetra. Për shembull, një metodë kopimit që bëjnë zakonisht studentat, është se të shash me një telefon të meshëm ose me një smartphone, mund është me shqitë për shumë këtë librat ose këtë skriptat e një lande edhe mi këshyr kada kadal në kur jenë në salë të majtë provim. Mund është me shqitë lirisht një PDF edhe këshyr e renë resht për resht, ose mund është me lypë edhe me fajnë, dhe më thonë me kërkim edhe shkon direkt e pyetja. Një metodë tjetër që mundin prapë me shfrytzu, dhe më thonë studentat që shfrytëzojnë fal teknikës, është edhe komunikimi me Bluetooth me zveti. Dhe më thonë e ka një pajisje të vogël që shesin në vesh, edhe zakonisht për shembull ajo përdoret më tepër dimnit, pse qesin edhe në një kapolot ose diçka që e mbyllin, dhe më thonë se ajo është pajisje që pak a shumë shihet. E të shumt janë ata të cilët nuk e dëshirojnë këtë mënyrë të kalimit të provimit, por prapë kjo është zgjedhja e fundit. Kom pas rast që më him provim, por kur më hin atë provim kam ndodhur që s'jam koni përgatitur për lëndën, edhe kom kopju për shokëve, me anë të SMS-a në telefon, kom kontaktu me shokë, edhe kom arrit që mi marr një notë mirë në fakultet. Ka ndodhur, kom tentu me kopju, ndodhë që profesori qet jashtë, ndodhë që dënon, ndodhë që s'dënon heq, varet për profesori. Por sa është e dëmshme kjo dukuri? Gjithsesi që është e dëmshme për mundin me marrë me mend cili do profesion, ju ta merr një informacionin të gatshëm pa e pas idenë e përpunimit, e leximit, e krijimin e mendimit kritik, domethënë plagiatura drejt për së drejti vret mendimin kritik. Domethënë na mësohemi që edhe pas përfundimit të studimeve ta marrim informacionin shumë statik pa e menduar atë informacion. Domethënë shkputet relacioni në mes të studentit edhe të leximit. Shkolla fillore dhe mesme ka mbaruar, por fakulteti është diçka krejt tjetër. Lërni kopimet për pak. I pam të dukurit edhe studentët sa hapë të as falën, me mirë sinceriteti tyre që u shpalës, që gjithë e kanë pranu që kanë kopju, dhe mendimi i sociologës që e tha që e vret mendimin kritik pikërisht, edhe gjithë më mësojnë për me marë për tjetët edhe faktikisht vetë nuk din, ata mbesin një lloj Edhe vazhdojmë një lloj handicapi mandej për tardhën, gjithë kopjem që po e bojnë. Gjëra që nuk duhet lexuar edhe mendoj se janë të vetat, pastaj ju bëhen sikur të tyre, sikur se i ka shpik vetë, kështu pra edhe thoshte psikologi. Po, me qenë se këtu të na është dukuria shpesh, siç e tha edhe profesori Milazim Krasniqi, të shohim spanjoll ka jo na kopion Chiquita. Unë nuk kopjoj. Normal që s'kopion aja, se u mësu mos me kopju. E të dojmë marrë këtu në studio.